Duhet të sqaroj se Bashkia e Durrës ka një rol koordinator dhe gjithashtu pas detyrave të lëna në takimin e zhvilluar edhe me prezencën e kryeministrit, është kërkuar ngritja e grupit ndërinstitucional të punës për vlerësimin e objekteve që preken nga zbatimi i projektit TIT. Ky grup normalisht përbëhet nga specialistë të fushës dhe në punës nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, si dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, kjo e fundit për të vlerësuar siç u diskutuar mbledhjen e monumentet e kulturës. Gjatë kësaj kohe, Bashkia ka mbledhur të dhënat dhe ka zhvilluar takime me qytetarët që prek nga ky investim, sepse jo çdo qytetar ka të njëjtat problematika. Çdo dokumentacion është administruar dhe është përditësuar rast pas rasti në bazë ligjit për arkivat. Ky dokumentacion do të shqyrtohet dhe do të plotësohet nëse do jetë nevojshme nga grupi ndërinstitucional i ngritur dhe në fund të procesit administrativ të shqyrtimit të konkluzionit, grupi të dalë me konkluzionet përkatëse rast pas rasti. Faleminderit. Pyetja e dytë, duke qenë se është paraqitur një kërkesë e firmosur nga 75 qytetarë për pezullimin e vendimeve për prishjen e objekteve nga Bashkia e Durrës dhe IMT, pse nuk është marrë ende në shqyrtim kjo kërkesë? Atëherë, referuar pyetjes 2, duhet të sqaroj se nuk është e vërtetë që ka një vendim prishje për këto objekte, ka një Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Durrës ka vijuar me njoftimin për lirimin vullnetar, por nuk ka një vendim për prishje të objekteve. Faleminderit. Pyetja e tretë, përse pas takimit me kryetarin e bashkisë dhe kryeministrin nuk janë diskutuar me banorët alternativat e propozuara në atë takim? Siç u citua edhe në përgjigjen e pyetjes 1, gjatë takimit zhvilluar në datën 14 shkurt 2026, sipas detyrave të lëna nga ky takim, do të administrohen të gjitha kërkesat e banorëve dhe të gjitha institucionet e përfshira në grupin ndërinstitucional të punës do të analizojnë çdo kërkesë dhe shqetësim të parashtruar nga banorët që preken nga zbatimi i projektit TIT. Do verifikohet dokumentacioni ligjor i familjeve që posedojnë pronën, por nuk kanë kryer procedurat e regjistrimit pranë SHK-s. Do rishikohen vlerat e trashëgimisë kulturore sipas raportit të specialistëve përkatës për disa objekte të veçanta dhe do rishikohen dhe vlerat e shpërndësimit në përputhje me aktet ligjore në fuqi dhe gjithashtu dhe çështjet që lidhen me strehimin. Jemi akoma në proces. Pyetja 4. Përse nuk po pranohet nisma për ngritjen e një komisioni hetimor dhe pse po ushtrohet presion ndaj anëtarëve që kanë firmosur për këtë nismë me qëllim të rrheqjen e tyre? Për këtë pyetje po përgjigjem unë, sekretare e Këshillit. Kërkesa nisma është administruar, por numri i këshilltarëve mbështetës rezulton më i ulët se minimumi i kërkuar nga rregulloria. Pra, 1/4 e këshilltarëve nuk plotësohet. Pyetja 5, kurse pjesa tjetër më duket pak pyetje ushtrohet presion, nuk di si të përgjigjem. Pyetja 5, a keni dieni si Këshill Bashkiak që nuk keni ushtruar një nga kompetencat themelore për këtë proces, konkretisht miratimin e hapjes së nismës për hartimin e PDV-s për projektin TIT Durrës? Me që është një pyetje për Këshillin, por është më specifik, kërkoj ndihmën e nënkryetarit. Atëherë në lidhje me pyetjen 5, dua t'ju informoj se plani rregullues i zonës që projektet nga zbatimi i projektit TIC nuk është një zonë që ka nevojë për PDV. Gjithashtu do të theksoj se PDV i paraprind lejes zhvillimit, leje zhvillimi e cila jepet nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, e cila nuk kanë nevojshëm hartimin e PDV-s, por pasi për çdo leje dalin me një rregullore të veçantë pas legjislacionit.